ka qenë dhe është binja ime më e prerë, se është vetëm sovrani, gjuha e tij, revolta dhe zemrimi i tij, ata që do bindin këte grusht hajdutësh, këte organizat kriminale të kryesuar nga Edi Rama, të largohen 1 minutë më parë nga pushteti dhe të hapin rrugën për qeveri teknike zgjedhje të ndershme. Në Tiranë dhe kudo në Europë dhe në botë, 24 maj është i gjallë çdo ditë. Çka do të thotë qytetarët, shqiptarët në diasporë dhe kudo, miqtë e shqiptarëve presin protesten, revolten dhe vetëm revolten e qytetarëve shqiptarë. Ndaj dhe ftoj të gjithë të rinjtë shqiptarë, burrat, gratë, të moshurit, të bashkohemi me datën 10 shkurt në ora 5 në Tiranë për t'i dhënë leksion e merituar kësaj organizate kriminale me në krye Edi Ramën. Revolta dhe vetëm revolta është përgjigja e merituar e sovranit ndaj këtij grupi që s'ka ligj, kushtetut, as moral. Revolta dhe vetëm revolta është rruga e daljes e përmbysjes së diktaturave autokratike, një lloj si në vendet tjera. Ndaj dhe ftoj dhe njëherë, me datën 10 shkurt, të gjithë shqiptarët, të gjithë qytetarët e Tiranës në rrugë dhe sheshet e kryeqytetit, në protestën më të fuqishme që ka njohur Shqipëria kundër regjimit të drogës, krimit dhe vjedhjes shqiptarëve.